Bismillahirrahmanirrahim, në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Të nderuar televizionistë të TV Koha, mirë se vini në emisionin Mesazhe Ramazani 2025, i cili organizohet nga Muftenia e Bashkisë Fetare Islame të Tetovës. Jemi në xhamin e re të poshtme të fshatit Dobrosht, ku misafir të emisionit e kemi imamin e kësaj xhamie, Hafez Islam Aslani, me të cilin me që se jemi në ditën e 20 të muajit të shenjtë Ramazanit, do të diskutojmë rreth ngjarjes e cila ka ndodhur në këtë ditë për çlirimin e Mekës. I nderuari hoç, mirë se keni ardhur. Faleminderit, me së jetën. Atëherë pa humbur kohë, fillojmë më njëherë me pjesën e parë, çlirimi i Mekës si përmbushës i misionit jetësor të pejgamberit alayhis salam. Mund të na thoni disa fjalë rreth kësaj? Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa alihi wa sahbihi ajmain. Falenderimet, lavdrimet i takojnë vetëm Allahut fuqiplot, paqja mëshirë e tij qoftë mbi Muhammedin alayhis salam, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të ndershëm dhe mbi gjithë ata të cilët ndjekin rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Njëherët falenderojmë Allahun fuqiplot për të mirat dhe nimetet që na ka dhënë dhe kemi nderin që të jemi pjesë e këtij emisioni. Gjithashtu të falenderojmë edhe ato të cilët kanë organizuar këtë emision, Allah i shpërbleft, sepse këto emisione në trevat tona padyshim kanë nevojë popullata që ato në ditët në vijim, ditët e muajit Ramazanit Sherifit të ndjekin dhe të marrin të mira prej atyre dhe të veprojnë dhe të punojnë. Të flasish për çlirimin e Mekës, për mbushja e misionit të pejgamberit alayhis salam jetësor, është derisa pejgamberi alayhis salam që ka pasur tortura, ka pasur maltretime, ka pasur shtypje të mëdha bashkë me shokët e tij, të cilët një grup e madhe e shokëve të pejgamberit alayhis salam bën emigrim. Së pari në Abisini apo Etiopia e sotme, kurse prej atje mandej bën emigrim në Medinën e ndritur. Kohët e fundit faktikisht erdhi koha edhe për shpërnguljen e pejgamberit alayhis salam prej Mekës për në Medinë. Pejgamberi selam kur filloi të shpërngulet nga Mekja për në Medinë, pati mërzi të madhe, pikëllim, sepse e la vendindjen e tij. Mirëpo, urdhri i Zotit shkon në vend dhe pejgamberi selam fillon shpërngulje. Me ato që nisi të shpërngullet, pejgamberi alayhis salam prej Mekës për në Medinë, Allahu i shpalli një ajet kuranor në të cilin Allahu fuqiplot na thot: Bismillahirrahmanirrahim, innal ladhi farada alayka al-Quran. Inna alladhi farada alayka al-Quran la radduka ila mad. S'ka dyshim se Allahu e obligoi pejgamberin me Kur'an. E obligoi me Kur'an dhe Allahu Dhul Xhelal do ta kthej pejgamberin alayhis salam në atë ku ka qenë. Pra çka kuptojmë me këtë? Se kur e obligoi me Kur'an, pejgamberi alayhis salam 13 vite në Mekë ka thirrur në besim. Ka thirrur me Kur'an, ka thirrur me fjalën e Allahut xhaleshanu. Mirëpo, shpërngulja e tij edhe në Medinë fillon përsëri të thirrë. Por 8 vjet në Medinë, pejgamberi alayhis salam gjithmonë i rin mendja që pastron Ka'ben nga idhujt, pastron Ka'ben nga shirku, nga politeizmi. Atëherë vazhdon ajeti kuranor në surën Kasas, pra ajeti 85, ku thot:
kur Rabbi a'lamu men ja'a bil huda wa man huwa fi dalalin mubin. Thuaj Zoti im është ai që e di më së miri se kush dhe çka solli në udhëzim të drejtë dhe kush humbi në dhe i cili humbje është e sigurt. Pra, çka solli në udhëzim të drejtë janë muslimanët të cilët kohë fitore. Ata çka humbën ato të cilët ishin në politeizëm, ishin në shirk. Pra, pas betejave të Bedrit, pas betejës së Hendekut, pas betejës së Uhudit, pejgamberi alayhis salam, betejat të cilat ndodhen pasi bëri shpërngulje pejgamberi alayhis salam, gjithmonë e ka mendu, gjithmonë i kanë ndetë ajo se kur do të vjen koha që i ka thënë Allahu Dhul Xhelal se do të kthesh në vendlindjen tënde. Edhe ai kohë erdhi dal nga dal, mirë po pejgamberi alayhis salam ka qenë misionar. Ka kryer misionin profetik që e ka obligu Allahu Dhul Xhelal. Më parata arabët të cilët ishin në atë kohë, arabët në pabesim, në idhujtari, ato shkatronin, dignin, mbitnin, e tjera. Mirë po, kur erdhë besimi, e ndruan kahjen e tyre. Çfarë kahje murën? Murën kahje të krenarisë, kahje të luftës në rrugën e Islamit, të përparimit, të udhëzimit të njerëzve, morali i tyre u shndrua krejt diçka tjetër në të mirë. Më paradam, u bën të fortë, u afruan afër pejgamberit alayhis salam, që formuan rreth të forta të Islamit, të shkuarjes përpara në rrugë, vetëm të arrihet qëllimi. Fjala Allahu Dhul Xhelal dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Më paradam, arrihet që të fillon një ekspeditë e madhe që do të bën edhe çlirimin e Mekës. Prandaj çlirimi i Mekës më 20 të muajit të Ramazan, ku pejgamberi alayhis salam viti i 8 Hijri sipas hijretit është njëri ndër ngjarjet më të rëndësishme, jo vetëm për Muhamedit alayhis salam dhe shokët e tij, por për gjithë historinë e muslimanëve. Kjo ishte një datë e cila pruni apo kori fitore të mëdhaja për të mirën e muslimanëve, veçanërisht pejgamberi alayhis salam të çlirohet një herë e përgjithmonë nga ajo rrugë e cila e ka përndjek dhe pejgamberi selam të jetë i kënaqur në rrugën e Allahut fuqiplot, në rrugën e Allahut xhelleshanuhu. Atëherë, hoqë nderuar, të flasim pak edhe në kontekstin historik dhe dimenzionet e çlirimit të Mekës. Çfarë mund të na thoni për? Të flasësh në kontekstin historik, dimensioni i çlirimit të Mekës, dihet se pejgamberi alayhis salam me palën idhujtare patën një marrëveshje, cila quhet marrëveshja e Hudejbis. Një ndër pikat që patën në marrëveshjen e Hudejbis ishte edhe paqja ndërmjet pejgamberit, ndërmjet muslimanëve dhe mekazëve. Kush e prish këtë paqë, kush e prish këtë pikë, këtë terren, atëherë duhet të mirën masa. Këtë e prishën fisi që ishte në kuadër dhe i mbrojtur nga idhujtarët. Duke sulmu fisin Huza, do më thonë, sulmohet fisi Huza, bën shkatrime tek ato, atëherë këtë paqë e prishën mekasit, e prishën idhujtarët. Pra me keqarje për idhujtarët, atëherë idhujtarët marrën masa dhe dërgojnë në Medine, nga Meka, Ebu Sufjan. Që Ebu Sufjani ishte i afërt me pejgamberin, pra pejgamberi ka pasur dhëndë. Pra Ummu Habiba ka qenë vajza e Ebu Sufjanit e martuar për pejgamberin dhe dërguan Ebu Sufjanin se Ebu Sufjani do ta vazhdon këtë marrëveshje. Dhe Ebu Sufjani nisi rrugën për Medinë. Arriti në Medinë dhe erdhi drejt te shtëpia e pejgamberit alayhis salam. Edhe kur hiri brenda ishte vajza e tij Ummu Habibi. Dhe me njëherë i tregoj për rastin se ajo mund të ndihmon babën e saj te pejgamberi alayhis salam që të vazhdohet kjo marrëveshje.
Mirë po, Habibe shka i tha, o babë, tha, ti nuk guzon të ulesh edhe në vendin e pejgamberit, se ti i papastër. Ti i papastër, edhe pse je baba im, ti i papastër nuk guzon dhe nuk mund të ndihmoj asgjë në këtë aspekt. Atëherë Ebu Sufjani del për zeti shkoi te pejgamberi alayhis salam. Pejgamberi alayhis salam me priti në atë mënyrë më të mirë. Mirë po, çka i tha? Nuk i foli as pak, por heshti pejgamberi. Kur Ebu Sufjani e pa se hesht pejgamberi, tha, kjo marrëveshje është prish. Dhe vazhdoi me radhë te Ebu Bekri. Edhe atje nuk gjeti qetësi apo afrim, shkoi te Hazreti Omeri. Edhe atje përsëri nuk gjeti afrim, shkoi te Hazreti Aliu. Kur edhe pejgamberi alayhis salam, edhe Ebu Bekri, edhe Omeri nuk e pritën për atë që ka ardhur dhe të vazhdojnë këtë kontrat, Aliu ende mohiq. Dhe Ebu Sufjani u kthie në Mek pa marrëveshje. Pa marrëveshje. Mu para ta, kishte një shkak i cili pejgamberi alayhis salam me njëherë bën një mobilizim. Bën një mobilizim të besimtarve në Mekë, të banorëve të Mekës, ku mblidhen mbi 6.000 mobilizim të banorëve të Medinës, ku mblidhen mbi 6.000 banorë dhe për të marshuar drejt Mekës. Pa dijen e pejgamberit alayhis salam se ku po shkohet. Mirë po, Hatib ibn Ebu Beltea në bisedë e sipër me gruan e tij, me bashortën e tij, paraqesin përgatitin një kurth që t'ia bëjnë pejgamberit alayhis salam dhe muslimanëve. Çka bën? Shkojnë një letër dhe t'ia shojnë familjes së tjera në Mekë, të lajmërojnë familjen se pejgamberi po vjen me një ushtri. Mirë po, këtë rast, kur edhe e shtin atletën në bistekun e bishtave të gruas së tij dhe lëshon gruan që shkon në Mekë. Pejgamberi sa lajmërohet dhe dërgon njerëz dhe e kapin gruan e tij. Dhe i thonë, çka ke në trup trego. Ai thon, s'kam asgjë. Urdhër dhe trego, nëse ke diçka trego. Atëherë e nxjerr letrën nga bisteku. Dhe kur e lexojnë letra është për të lajmëruar familjen më të afërt të tyre që ajo mos shkatërrohet nga lufta. Atëherë, pejgamberi selam Hatibin e merr dhe e burgosin. Kur dëgjon Hazreti Omeri për rastin, thot ja Resulullah, thot I don't të mbitet. Pejgamberi selam i ka thënë jo. Nuk mundet se ajo është një ndër sahabët që ka marrë pjesë në luftën e Bedrit. Atëherë pejgamberi selam marshon me 6.000 ushtar, vazhdon rrugën dhe këtij marshi i bashkangjiten edhe fiset tjera që kishin pranuar fen islame. Më përdon, ka qenë dita e 10 e muajit Ramazan kur kanë filluar të udhtojnë për në Mekë. Kanë qenë të agjërueshëm. Në moment, çfarë morali, çfarë sjellje muslimanët kanë pas bashkë me pejgamberin selam. Të lodhur, të raskapitur, mirë pa agjërimi se kanë prish. E kanë u vetdijen, janë alivanos, derisa ka thënë pejgamberi selam, mos e randoni veten tuaj. Përmi, kush mund të letë, kush jo, le të prish. Pra, vazhdon kjo rrugë, niset ushtria muslimane dhe arrin para himjes të Mekë. Arrin në kodrat e Mekës, për rreth Mekës, rënditët ushtria muslimane me 10.000 ushtar. Kur vjen nata, pejgamberi alayhis salam urdhëron. Çka urdhëron? Të gjithë ushtarët të kallin nga një zjarr të vogël, kinse përgatitin ushqim për darkë. Dhe me këtë kur të shofen me kasit i dhujtarët, se çka po ndodh, atëherë ato do të habiten, do të çuditen se çka është të ndodh. Mirë po, në këtë rast kur kalën zjarrat, Ebu Sufjani ka qenë me njerëzit e tij në rroje të Mekës dhe ka dalë. Mirë po, për fat jo të mirë të tij e kapën ushtria muslimane. Dhe e shojnë drejt për zetit të komandanti i ushtrisë, kush ka qenë pejgamberi alayhis salam.
Dhe thoti Abbasit, majgjës vetë pejgamberi selam, ja Abbas, mere Ebu Sufjanin. Dhe kur ushtria islame do të marshon për të hinë Mekë, nxjerre dhe le ta shef ushtri. Ta shef ushtrin islame. Dhe Ebu Sufjani kapët pra nga Abbazi e merë dhe e nxjerrën në lugin, kur ushtria muslimane fillon të marshon, thot kush janë këto? Çka bëjnë këto? Kush janë këto? Kush ju prin tine? Kush ju prin tine? Kur vinë më në fund një ekspedit që nuk shihen edhe ftirat e tire, ndërta ka qenë edhe pejgamberi alayhis salam. Atëherë thot me këtë Ebu Sufjani ka përfunduar çdo gjë. Atëherë pejgamberi selam i ka thënë Ebu Sufjanit, o Ebu Sufjan, nëse mekasit duhet të shpëtojnë, mos shkatrohen, mos bëhet dëm, shko dhe thua ju atyre një fjalë. Shkoni të gjithë në shtëpiat tuaja, në për rrugë mos rini askush, se vjen një ushtri shumë e fortë. Andaj, mbas saj, fillon marshimi i ushtrisë islam. Të hinë në për rrugët e Mekës, në të gjitha anët, edhe pejgamberi alayhis salam ka hirë me një modesti, me një moral të lartë, duke esur në kam dhe po afrohet të hi edhe të Qabja. Pra mirë po kur e shef Qabën në atë mënirë se si ishte, fillon edhe pastrimin e saj. Ndaj të shohim nëse mundemi për dimenzionin shpirtëror të pastrimit të Qabës, pra shkatrimi apo pastrimi i statuajave, pastrimi i idhujve. Afrohet pejgamberi e sam dhe fillon pastrimin e idhujve, ikonave, që Qabe ishte e përmbushur plot edhe jashtë edhe brenda, që kishte 360 idhuj, 360 zota. Po përveç saj, çdo mekas, edhe në shtëpiat e tjera kanë pasur idhuj apo ikona, apo zota që i kanë besuar. Andaj, pejgamberi selam, çdo ikon, çdo idhull që e shkatronte, çfarë thonte? Bismillahirrahmanirrahim, wa kul ja'al haqqu wa zahaqa al-batil. Innal batila kana zahuqa, al-Isra ajeti 81. Dhe thuaj ti o Muhammed, se erdhi e vërteta, u zhduk gënjeshtra, gënjeshtra do të zhdukët. Pra çdo idhull që e ka rëzu, pejgamberi alayhis salam e ka thënë këtë ajet kuranor. Derisa e pastroi Qabën. Pra në dimenzionin shpirtëror, kur pejgamberi alayhis salam ka hyrë në Qabë, e pastroi Qabën. Ana e zemrës dhe ana e shpirtit është kënaq. Kjo është ana shpirtërore tek pejgamberi alayhis salam, pse është nëse është pastruar Qabë, të cilën e ka gjetë të stërmbushur, e la të stërmbushur, 13 vetë thiri në islam, e stërmbushur me idhuj, me zotna, shkojnë në Medinë, përsëri në atë mënyrë, por erdhi koha, ku Allah e thotë, belledhi, farada alejkë Kur'an, dhe më thonë se, i tha Allah, se ti do të kthesh në advent ka ke ardhur. Edhe pejgamberi alayhis salam me këtë ka pat një shpresë të madhe, sa Allah e ka mundësu që ai nesër do të kthehej përsëri, mas kësaj kohe. Edhe erdhi koha dhe kthej. Që do të kthej. Po, edhe kthej pejgamberi alayhis salam, por jo vetëm kthim, por edhe pastrim. Pastrim shpirtëror edhe zemror. Ku pejgamberi alayhis salam do më thonë, tash është më i qetë në anën shpirtërore. Të njëjtën gjë në këtë dimenzionin shpirtëror paraqitet edhe rasti i Bilal Habeshiut. Po çka shohim? Se Bilal Habeshiu urdhëroi pejgamberi selam që ta thirrë ezanin, të hipen mbi Qabe, u pastru dhe thirret ezani. To fjalët e ezanit të Bilal Habeshiut korrespondojnë me fjalët kur thonte ehad, në nxehtësitë arabisë, kur zotria i tij ka lidh durin e ka vëndu gurin më të madh në bark. Dhe s'kishte më mundësi të fole, çka thonte? Ehad, njo. Mirë po, tash
e tregon ata besimin e tij të fortë kur hipën mbi minare, edhe pse ishte me ngjyrë të zezë. Por për ata feja islame nuk bën dallim në ngjyrë. Pse është i bardhë, pse është i zi, pse është i kuq, pse është i verë, jo. Por dallimi është e besimi. Ai që beson dhe ai që s'beson. Më pranë Allahu dhe Xhelal na mëson dhe na thot, ato të cilët kanë sjell udhëzim të drejtë. To janë ato që kanë sjell udhëzim të drejtë, a nuk kanë sjell humbje të pasigurt. Domethënë humbje kanë sjell mizorë. Edhe në humbje kanë qenë ato, mirë po erdhi koha dhe mekasit, ushtarët apo luftarët të cilët bënin krime të mëdha sot të bëhet e kundërta që ato të vazhdojnë përhapjen e fesë islame. I nderuar, përveç kontekstit historik, dimensionet e saj dhe mënyra se si ka ndodhur kjo ngjarje, sikurse çdo ngjarje tjetër madhore e cila është në historinë islame, i ka edhe mësimet e saj, i ka këshillat cilat dalin prej saj. Mund të na thoni disa këshillat cilat mund të nxjerrim nga kjo ngjarje e rëndësishme si është lirimi i Mekës? Elhamdulillah që jemi musliman, që mbështetem Kur'an dhe hadith, këshilla dhe mësime kemi plot nga shembujt historik. Shembulli i parë që apo një mësim dhe këshilla është të kujtojmë atë jetën e pejgamberit alayhis salam. Kur pejgamberi alayhis salam është fshehur në shpellën Thaur, gjatë rrugtimit që ka bërë për në Medinë, është fshehur mbas gurve, është fshehur në përshpella, në përvende të ndryshme, ka udhëtuar një udhëtim të rëndë. Kjo një mësim, një këshillë e madhe. Mirë po, sot njerëzit po udhëtojnë me mjete të ndryshme, një lehtësim i madh. Mirë po dhe pejgamberi alayhis salam kur ktheu për ta çliruar Mekën, ktheu me rrugën kryesore, jo më i fshehur, por haptazi dhe hiri në Qabe, hiri në Mekë, ashtu si e kishte zakon tradita e arabëve, apo tradita islame. Dhe më së miri, këtë e shohim edhe nga vetë shembulli i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sa u kthie në vendin e tij bashkë me shokët e tij. Dhe ato që shkuan me pejgamberin sallam në Medinë që bani xhet, ato sot janë pranë familjeve të tyre, pranë shtëpieve të tyre, pranë pasurisë të tyre, mirë po, edhe janë si qelë, janë të knaqur, kurse ato që i përzun, i shpërngullën, i nxorën nga shtëpitë e tyre, ato janë të mangët, rrinë me se kanë bërë diçka, kanë bërë një mëkat. Tjetër është se pranimi i fesë islame, pastaj u bën grupe. Kemi edhe surën në Kur'an, surën Nasr, ku Allah fuqiplot në thot, Bismillahirrahmanirrahim, idha jaa nasrullahi wal fath. Erdhi fitorja, erdhi koha që përhapët feja islame, edhe të hapën derët. Allah thënë Kur'an, berejtë në nasje dëkhullon e fi dini la e fëvaja. Do t'i shohësh njerëzit grupe duke hinë në islam. Grupe duke hinë në islam. Fesebbi bihamdi rabbike. Tash, madhëroj Zotin. Falenderoj Zotin. Kërko falje të Allahu, se me të vërtet Allahu a pranon. Pra, një për atyre raste mund të cekim një këshill dhe mësim. Çka ka thënë Hindi, që ka bërë një dëm të madh në jo islamin e saj. Kur ju vra baba, ju vra vllau, ju vra mingja. Ajo hak mori ndaj mingjës së pejgamberit alayhissalam Hamzës. Që pas u mbit Hamza, e mbiti vazhdiu, thotë edhe kanë ngrënë mëlçinë e tij. Mirë kur erdhi pejgamberi alayhis salam, çka tha? Ja Rasulullah. Dhe kur isha në jo islam, ti ishe për mua njeriu më i keq. Njeriu më i keq, kurse sot je njeriu më i mirë. Edhe pejgamberi sam ja fali. Pra të marrim një mësim edhe nga kjo, po edhe rasti i Hatibit, e Bubeldës, se pejgamberi sa më thot, njeriu mund ta bën një gabim. Por atë gabime e tij mos e marrim më njerë për të madhe, se ka bërë edhe shumë punë të mira. Mund të kishte bën 99 mira për një mëkat vogël, ne thot ta mbitim, ta shkatërrojmë. Jo.
Mirë po, ki gabimi i Hatibit ka qenë shumë i madh, se ushtria musliman do të kishte disfatat të mëdhaja. Se 10.000 ushtarë që kanë shku dhe kanë shliru Mekën, nuk kanë shku të sulmojnë, kanë shku të shlirojnë. Mirë po, ta dim se Mekasit në luftën e Hendekut kanë pas 10.000 ushtarë. Si kur ta kishin ditë ato, atëhere, Mekasit do të pregatitin, do të ishte një luftë e ashpër. Mu përëta, kjo është edhe shlirimi i Mekës dëshmon liri, dëshmon paqë, dëshmon jetë, dëshmon ato që neve të adhurim Allah ashtu si ka hije, në mënyrën më të mirë dhe më të bukur. I faleminderit shumë edhe për këta këshilla dhe mësime që munduat t'i nxjerrni nga kjo ngjarje, dhe pse janë të shumta, nuk është që mund të gjitha të nxjerren këto. Është një histori në vete që ka edhe shumë mësime, shumë këshilla për gjithë muslimanët. Jemi në fund të emisionit, andaj ju falenderojmë shumë që ishit pjesë e këtij emisionit, me shpresë që Allahu xhaleshanuhu fjalët cilat i thanë të shkojnë direkt në zemrat e muslimanëve, të marrin prej kësaj ngjarje mësimet që duhen nxirren. Juve Allahu xhaleshanuhu t'ju jep jetë gjatë, shëndet dhe shumë suksese në misionin tuaj. Faleminderit që ishit. Faleminderit e ju që ishit prezent këtu në xhamin tonë. Allah ju shpërbleft me të mirët e tij dhe ibadete të pranuara, inshallah. Faleminderit. Të nderuar teleshikues, ju urojmë agjerim të lehtë dhe të pranuar dhe ju falenderojmë që ishit me ne. Jemi në fund të emisionit deri në takimin e radhës. Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.